pasurive minerare, të kalimit të hidrokarbureve etj. Në këtë rivalitet me Kinën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kërkojnë të kontrollojnë këto nyje, këto pika nevralgjike. Prandaj për shembull Grisela, përveç se flitet për ngushticën e Hormuzit, për shembull flitet edhe për ngushticën e Malakës, që është në Indonezi për shembull. Pra tani është bërë një çështje, po bëhet luftë ngushticash kjo. Të gjithë vendet që kanë ngushtica, deri dje konsiderohen në avantazh, që shikon ne kemi ngushticë. Nesër thon, ndoshta mund të bëhemi ne fush betejë ashme konfliktit, sepse kemi një ngushticë. Dhe këto dy fuqi janë në një rivalitet me njëra tjetrën. Çfarë do bëjnë në raport me këto ngushtica? Pra në vetvete, ngushticat kanë një rëndësi strategjike në dominancën globale. Kjo është e para. Pastaj, në raport me Mogadishun Koran, po të lexojmë strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po të lexojmë strategjinë e mbrojtjes kombëtare. Pra kemi një National Security Strategy të mbrojtjes kombëtare, National Defense Strategy të mbrojtjes kombëtare, kemi edhe një National Security Strategy, pra të sigurisë kombëtare. Këto dy dokumenta të publikuara njëri pas tjetrit flasin qartë që Kina duhet mbajtur në Indo-Paqësor. Dhe mënyra si Kina mbahet në Indo-Paqësor bëhet sigurisht duke kufizuar influencën kineze në hemisferin perëndimor, prandaj u bë operacioni në Venezuelë, prandaj flitet që do ketë një operacion tjetër në Kubë, prandaj presidenti Trump kërkoi që kanali Panamas të rikthehej Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos operohet më nga kompani kineze, prandaj ka kërkuar që Kanadaja të bëhet shteti 51 që mos ketë influencë kineze atje, prandaj ka kërkuar që gjiri i Meksikës të riemërtohet gjiri i Amerikës etj. Pra Kina të në një farë mënyrë, nëse mund të përdorim një term ndoshta më vulgar, pra të zbythet në një farë mënyrë se të lëvizet nga hemisfera perëndimore. E dyta, të duke lëvizur influencën ose ndikimin ekonomik që Kina ka mbi Evropë dhe mbi rajonet tjera, po mbi Evropë. Kjo për shembull shihet në marrëveshjet e energjisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë me vende si Greqia dhe Shqipëria. Në Vlorë për shembull do ndërtohet një centralë që do marrë këtë liquefied natural gas, të LNG-n, gazin likuid natyror, dhe do ta transmetojë në disa vende të rajonit për të kundërbalancuar ndikimin ekonomik kinez. Kjo bëhet duke në një farë mënyrë zbehur ndikimin ekonomik të Kinës në Afrikë. Dhe flitet që ka një marrëveshje të fshehtë midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, që rrit në mënyrë të ndjeshme influencën turke në Afrikë për ta ulur atë dhe për ta zbehur atë në lindjen e mesme. Në mënyrë që Izraeli të ketë në kontroll lindjen e mesme dhe Turqia në një farë mënyrë të rrisë ndikimin e saj në Afrikë për të kundërbalancuar Kinën. Turqia sigurisht si një aleat i Shtetit e Bashkuara të Amerikës, pra në këtë kuadër zgjerohet në Afrikë. Dhe së fundi, duke bërë të mundur që Kina të mbahet Indo-Paqësor dhe të mos kërkojë të pushtoj Tajvanin. Të mos harrojmë që Tajvani, ishulli i Tajvanit, Republika e Kinës, prodhon 80% të semikonduktorëve në botë. Këto semikonduktorët Grisela dhe për teleshikuesin, sepse flitet qipa, mikroqipa, semikonduktor, por nuk se haro tamam çfarë është pra. Semikonduktorët janë të nevojshëm për prodhimin e qipave dhe mikroqipave, CPU-ve. Të gjitha pajimet që ne përdorim, nga ky kompjuteri me cilin unë kam hyrë sot në këtë lidhje direkt, tek projektori që ju mund keni aty, tek laptopët, tek telefonat, tek të gjitha kanë të gjithë CPU, kanë të gjithë mikroprocesorët. Dhe mikroprocesorët bëhen me qipa. Në momenti kur Kina pushton Tajvanin, kontrollon 80% të semikonduktorëve të botës, kontrollon 80% të qipave të botës, kontrollon 80% të çdo gjëje që ne përdorim. A është e mirë kjo për dominancën amerikane? Sigurisht jo. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë jo, ju nuk do ta pushtoni Tajvanin. Pra, ka rol Korea. Pse? Sepse ka aleat me Kinës Korenë e Veriut aty. Pra duhet që Kina të një farë mënyrë të mbahet vetëm në atë zonë vet, duke fortifikuar Korenë, duke mos lejuar pushtimin e Tajvanit dhe duke ndërmarrë ato hapat e tjera në hemisferin perëndimor, në Evropë dhe në Afrikë, për cilën unë të fola. Qartë, Ruel, nga ana tjetër, nëse nuk do të kemi një marrëveshje pra edhe gjatë këtyre javëve të ardhshme, mendon se Trump ka një plan afatgjatë për rrëzimin e regjimit iranian? Kjo është një pyetje e drejtë që ti shtron, sepse së pari herë duhet të kuptojmë çfarë kemi ne në mendje me rrëzim regjimi. Sepse rrëzim regjimi mund të jetë që ti heq regjimin e mullave, të ajetollave dhe sjell shahun, mbretin e Iranit, para revolucionit të 79-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale e SBA-ve nuk e do këtë gjë. Të mos harrojmë që shahu
u instalua në vitin 53, mbasi Britania Madhe bëri një puç shteti ndaj kryeministrit të asaj kohe Mohamed Mossadegh, pra deri në vitin 53 Irani ka qenë një demokraci, nuk mund ta qenë demokraci liberale, por ka qenë një demokraci si Turqia për shembull. Në vitin 53 britanikët rrëzojnë Mohamed Mossadeghun edhe sjellin shahun. Dhe shahu e qeverisë Iranin deri në vitin 79 kur bëhet revolucioni islamik. Administrata Trump e ka refuzuar ose e ka nxjerrë jashtë, e ka ruled out kuriton, pra nuk e quan si opsion rikthimin e shahut. A është demokracia në Iran një opsion? As kjo nuk është një opsion. Kështu që kur flasim për rrëzim regjimi, vetëm opsion që ngjet është të kemi një ndryshim brenda regjimit. Pra, në vend të një shahu, në vend të një ajatollahu pro-Rusisë dhe pro-Kinës, të vjetë një ajatollah që është i gatshëm të bëjë marrëveshje me amerikanët, për shembull mos të mbështesë terrorin dhe Izraelit e tjerë. Siç ne kemi parë në rastin e Venezuelës, pra në rastin e Venezuelës u mor Maduro, nuk u soll Delcy Rodriguez. Nuk u soll Maria Machado, që është lidera e opozitës, që ka marrë çmimin Nobel të paqes. Nuk u soll Edmundo González, që është në fakt kryetari i opozitës në Venezuelë. Fitoi dhe zgjedhjet përballë Maduros, por Maduro prapë qëndroi në pushtet. Nuk u sollën këta të dy liderët e opozitës. U bë Delcy Rodriguez, që ishte zëvendësja e Maduros, për sa kohë që u bë qartë që kompanitë amerikane duhet të marrin naftën tuaj, do të proponojnë naftën tuaj, ju Amerikës do të shisni naftë në një shpim mjaft të volitshëm e tjerë. Pra, kjo është një çështje gjeostrategjike, kështu që kur flasim për ndërrimin e regjimeve, skenari që unë shoh më të mundshëm në raport me ndërrimin e regjimit është një gjysmë ndërrim regjimi. Pra, një lloj ajatollahu që heq dorën nga këto islamizmat radikale në raport me politikën e jashtme të Iranit, pra jo në raport me politikën e brendshme, në raport me Izraelin, me mbështetjen e Hamasit, të Hezbollahut, të Houthëve e tjerë, dhe sigurisht që mban marrëdhënie korrekte me fqinjet saudit në vendet e gjirit, me Izraelin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjerë. Kështu që në raport me ndërrimin e regjimit këtë skenar shoh sa i mundshëm është, akoma ka shumë paqërsi dhe unë do të them që është i pamundshëm, është ka pak shanse të ndodhë, sepse Irani po reziston fatkeqësisht për mua që nuk më pëlqen regjimi i Iranit, ka të që thon fatmirësisht. Por Irani është duke bërë një luftë në një farë mënyrë të fortë dhe sigurisht që mbetet për të parë çfarë do ndodhë në raport me ndërrimin e regjimit. Mirë, Roel, për të mbyllur, ndërkaq Irani ka lëshuar dhe kërcënime të reja kundër Shtetet Bashkuara, pra me këshilltarin ushtarak të udhëheqësit suprem të vendit, që ka paralajmëruar se xhiri i Omanit mund të shndrohet në një varrez për praniet luftarake amerikane nëse tensionet dhe prania ushtarake e Washingtonit në rajon do të vazhdojë të përshkallëzohet më tej. Mendon se mund të përdoret tashmë Irani dronë dhe raketa për të goditur flotën amerikane në gjirin e Omanit, dhe nga ana tjetër, a mund të përfundojë kjo përballje në një garë të rrezikshme armatimit të quaja në lindjen e mesme? Gara armatimit në lindjen e mesme ka nisur prekosh, nuk ka nisur nga lufta amerikane në Iran, sepse Izraeli është një vend i militarizuar, Turqia është një vend thellësisht i